Poslije ne znam da li ostaviš u loš. Nije potpuno ovo slušati nekoliko puta što je glasio Ето доста е. Prema ovom video snimku koji... Keni ma shumë nevoj se na, merëni. Merëni se keni nevoj për pache. Keni nevoj për ditë mira. Merë zoj. Ashtë asë s'ke marë, për për njëve. Po këta se kanë mbroj, se kanë mbroj. Ska lidhja, merë për njëve, njërë paqësoq. Lirën e rrugën, special sa të dhunus, lirën e rrugën, hapësira publike është e jona, lirën e rrugën. Pak unë zë dhe kolege, unë po them, qeveria e Serbisë, unë nuk të më thonë që je përfaqësuese e listës sërbe, nuk je popullit sërb, ka ndalë edhe një 6 parti tjera. Bëje pak dallimin. 1. Lëvizja Vetëvendosje nuk e ka rreziku popullin sërb në asnjë moment. Asnjë rast nuk e ke të vrasjes, të rrahjes. Po, janë vrarë 3 terroristë në një sulm që ka ngjajë armatosur, që e ka pranu vetë Vučići, vetë Serbia. Prandaj, nëse i qanë ata për besë, atëherë po identifikohesh me terroristët. Nëse i qanë që ata, tjerë nuk ka vrarë qeveria Kosovës, as lëvizja Vetëvendosje, as nuk i ka burgos, as nuk i prek, për ditë veç nish ki ma shumë vrasje, e burgosje e rrahje të sërbe, se sa më ketë Kosovën që ki mërënda mujit. Këto, ta kesh parasysh. Unë e fola për blokotin. Zënja kolege, qeveria sërbe, 2 ditë, para raundit dytë, i ka dhenë funksion zyrtarisht, nëse do një javë tregoj dokumentin, kandidatit ose kundër kandidat listës sërbe funksionin e kryetarit të komunës paralele në viti që është e kundërligjshme, kundër kushtetuse, veprim kundër, pra tregon shteti Serbisë se une kom i majt celulat e mija në Republikën e Kosovës për me shkatërru këte, s'ka kur gjë tjetër. Qyshe ma një shtet, komunën, në një shtet tjetër, përveç nëse se ka një qëllim me shkatëruat shtet. Unë s'kom sulmuve asë njerë personalisht, asë nuk sulmoj, po edhe në qëpse je antare listës së është qështja e jotjeve, po jo, e nesëm aty. 2 gabime po i banë, përfaqësuese e popullit sërb, nuk je këtu përfaqësuese e popullit sërb. Ti mislish? Mirë, Prandaj, një, e dyta, qeveria sërbe, jo vetëm me dhënjën e funksioneve, po me banda të armatosura, me armatim shumë të rëndë, ka hynë Kosovë me vra njerës, me okupu, edhe po e tregon drejt. Unë jam ankue për listat tjera, për arsye se kanë funksione konkrete në kuadër të qeverisë së Serbisë në teritorin e Republikës Kosovës. Unë e thash hapur, edhe këto e këmë qëllë në gjykatë kushtetuese, sepse PZAP-ja edhe gjykata supreme, unë e mendoj se kanë bërë një interpretim të gabushëm. Ka mundësi që ata. Prandaj, këto janë arsyet. Nuk ka ndonjë arsye tjetër. Mund të personalizoni, mund të personalizohet, unë s'po të them kur gjë, unë po të them që po, jemi kundër terrorizmit, po s'jemi veç na, janë gjithë. Edhe ata atje janë, dikush ma herët, dikush ma vonë, dikush, po njerëz kanë me qenë me një moment të caktuar të lirë, me u shprehje edhe me vepru, edhe unë mendoj që është mirë, s'ka kur gjë të keqe. Faleminderit kryesues, që kjo ishte çështja do të më thonë, që unë megjithatë duhet me demantu, dokumentet i kam. Okej.
ka os një barikadë të pjesën, ka pas protestues përpara. E ka një shonat ka godit në rënd të dy për ajde, se si në dojnë shospa. Kemi një shonat, kërë në kontrol papet, kemi kalu kolonin, kemi dëpërtu për mes kolonës profesionus, dhe kemi dorë për para për. Kemi kësu për kërë e ka njësë me gjuhë, për i venit ka vishë në shonat. Kemi shty dy vetë me nëzirë trupën e ti, na dy e në majtë në tonë sëllëm, së gjushën, kalon ka. Dhe isa kemi nëzirë trupën e ti, e kemi shty në gjinë, dhe në të vekit kolona dhe në të vekit ka një të fundi. Pa shpekt, shkjet në paka shumë s'kavata. Unë një konë më të rejë, përse vazhdo më të fora. Ka vazhdo në rafondë, besoj që ta shkandru situatë, se kësa të rakë, ta shkandru të rezata më të rësat. Kombëtarja e Kosovës në futboll ka arritur rezultate të jashtëzakonshme gjatë këtij viti dhe ky absolutisht mund të quhet viti më i mirë që nga pranimi në UEFA e FIFA. Sukseset nisën në muajin mars kur Dardanët arritën të kalojnë nga Liga C në Ligën B të kombeve, përmes play-offit, ku eliminuan Islandën fol 2 superparaqitjeve. Fol 2 fitoreve në Prishtinë e Reykjavik, Kosova arriti për herë të parë të siguroj kualifikimin për në Ligën B të kombeve. Muaji qershor ishte i rezervuar vetëm për 2 ndeshje miqësore, ku Dardanët triumfuan ndaj Armenisë 5-2 e Komoreve 4-2. Testi më i madh e më i vërteti filloi në muajin shtator, ku nisën kualifikimet në Kupën e Botës. Në një grup me Zvicrën, Suedin e Slovenin, pa kush ishte optimist për rezultate pozitive. Optimizmi radhë më shumë kur Kosova e humbi ndeshjen e parë në Basel ndaj helvetikëve 4-0. 3 ditë më vonë, situata morri tjetërkohje. Në krye me Foden, futbollistët Dardan arritën një fitore të madhe, duke e mposhtur Suedin e Isakut e Gjokereshit 2-0 në Prishtinë, për ta shtuar besimin se ky ekip mund t'ja dalë. Në tetor gjithçka kishte ndryshuar. Tashmë çdo kush priste rezultate pozitive dhe po e ndronte botrorin. Slovenia ishte kundërshtari i radhës, ku sfidua në Prishtinë. Rezultati ishte bara 0-0. Jo ai që dëshironin tifozët, por një pikë e mjaftueshme për ta vazhduar ëndrrën. Göteborgu i Suedis ishte destinacioni tjetër i Dardanëve. Isaku me shok u gjunjëzuan edhe një herë para Kosovës. Një gol i Fisnik Aslanit mjaftoi për t'i arkëtuar 3 pikët e arta dhe një nga fitoret më të mëdha në histori. Ky triumf i dha luksin Kosovës që me një barazim në Ljubljan ta siguronte pozitën e dytë që e dërgonte Kosovën në play-offin e Kupës së Botës. 15 nëntori i 2025-s do të shkruhet me shkronja të arta në historinë e futbollit të Kosovës. Stožice Stadium ishte i mbushur me shqiptar, ku të gjithë po presnin rezultat pozitiv. Në fund, asnjë nga ta nuk u zhgënjye, pasi Kosova arriti fitore 2-0, triumf ky më i rëndësishmi që nga pranimi në UEFA e FIFA. Këto 3 pikë i siguruan pozitën e dytë në grup e kualifikimin historik për në play-offin e Kupës së Botës. 3 ditë më vonë në Prishtinë ishte një festë e vërtetë, ku Kosova ishte një koqire e Zvicrës dhe doli sërish të pamposhtur me ndeshjen që u mbyll 1-1. Pas 6 ndeshjeve, Kosova kishte 11 pikë, në pozitën e dytë duke lënë mbrapa Slovenin e Suedin. Kupa e Botës është vetëm 2 hapa larg dhe Kosova ka mësuar edhe kundërshtarët që duhet i kaloj për të mbërritur në Amerikë. Slovakia do të jetë kundërshtari i parë në muajin mars, teksa në rast të fitores Dardanët për ta prerë biletën për Kupën e Botës i duhet ta mposhtin edhe fituesin e duelit Rumani-Turqi. Në 10 ndeshjet e luajtura vitin që lan pas, Kosova arriti t'i fitoj 7 prej tyre, duke u ndalur në 2 barazime dhe pësoi vetëm një humbje. Gjithë këto rezultate të mira bën që Kosova të ngritet në pozitën e 80 në ranglistën e FIFA-s, e cila është më e larta që nga pranimi në shtëpinë më të madhe të futbollit në botë, duke e mbyllur kështu një vit fantastik me arritje të jashtëzakonshme.